Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzini vaj ulliri me krip dhe nuk do ndjeni dhimbje të kësaj sëmundje për 5 vite. Ky ilaç i mahnitshëm natyral lehtëson në dhimbjen e osteoporozës dhe pas përdorimit të saj ju nuk do të ndjeni dhimbje për disa vjet. Ky ilaç gjithashtu përdoret për të bërë masazh dhe përgatitet fare lehtë me vaj vegjetal ose lule dielli dhe krip deti. Përzierja mjekësore kërkon 10 lugë gjelle krip dhe 20 lugë gjelle vaj ulliri ose lule dielli. Përgatitja. Si fillim, përzini vajin dhe kripën në një shishe qelçi. Mbylleni atë. Pas disa ditësh ju do të merrni një masë të plotë. Aplikimi. Çdo mëngjes ju duhet të bëni masazh te ruazat e shtyllës kurrizore ose në vendet ku ju mendoni se ndjeni dhimbje. Fillimisht, niseni masazhin me nga 2 deri në 3 minuta çdo ditë, duke shtuar 2 deri në 3 minuta të tjera çdo ditë, derisa të arrini në kohën totale të masazhit prej 20 minutash në ditë. Pas përfundimit të masazhit, fshiheni qafën me një peshqir të lagur dhe një kohësisht të ngrohtë. Kjo procedurë mund të shkaktojë acarime të vogla të lëkurës. Prandaj, pas përfundimit të masazhit, fshiheni lëkurën tuaj me një pecetë të thatë dhe më pas hidhni pudër fëmijësh në lëkurë. Rezultatet e këtij trajtimi 10 ditor stimulon gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe përmirëson rigjenerimin e muskujve dhe indeve të eshtrave. Pas 8 apo 10 procedurash ju do të vini re ndryshimin. Gjatë procesit mund të keni marrje mendsh dhe kjo nuk ndodh shpesh. Si rregull, trajtimi i osteokondrozës në këtë mënyrë nuk ka efekte anësore dhe siguron rezultate të shkëlqyera. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju mund të përzjeni edhe recetën me vaj ulliri dhe spec djegës. Vlerat shëndetësore të specit djegës janë me të vërtetë të shumta. Si një lehtësues natyral i dhimbjes, speci djegës arrin që të mbrojë zemrën dhe të ndihmojë sistemin tuaj imunitar. Madje në lashtësi përdorej edhe për të trajtuar sëmundje të ndryshme. Përse këto dy përbërës, speci kuq djegës përmban kapsaicin, një substancë e cila arrin që të ngadalsojë dërgimin e sinjaleve të dhimbjes nga receptorët në lëkurë në tru. Këto substancë mund ta keni hasur edhe në pomada të cilat përdoren për trajtimin e osteoporozës dhe artriti reumatizmal. Gjithashtu, speci djegës stimulon edhe qarkullimin e gjakut, gjë e cila ndihmon në funksionimin e muskujve dhe nyjeve. Mirëpo, cilat janë vlerat e vajit të ullirit? Studimet gjithashtu tregojnë se vaji i ullirit përmban oleokatin. Kjo substancë ka aftësi antiinflamatore pasi lufton dy enzima të cilat shkaktojnë inflamacion kronik. Si të përgatisni këtë recetë në 2 metoda. Njëra nga mënyrat e përgatitjes është fare e lehtë. Në një kavanoz ju duhet që të vendosni 2 deri në 3 speca djegës dhe t'i mbuloni me vaj ulliri. Kavanozin e mbyllur me kapak e vendosim në një vend të ekspozuar në dritë dhe e lëm për 2 javë. Më pas mjafton ta aplikoni në zona të cilat ju japin shqetësim. Nëse nuk doni që të prisni 2 javë për të përgatitur këtë recetë, atëherë mjafton që të ndiqni këto hapa. Ajo që do t'ju nevojitet është gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur dhe një filxhan çaj me vaj ulliri. Sipas informacioneve, vajin e ullirit ne e hedhim në një tas dhe e ngrohim në banjëmari, pra e vendosim tasin në ujë të ngrohtë. Më pas aty ne do të shtojmë specin djegës pluhur dhe e trazojmë në mënyrë që përbërësit të formojnë një masë homogjene. Ndërkohë, këtë masë aplikojeni në nyje apo në muskuj të cilët ju shkaktojnë dhimbje dhe e fërkojmë në të gjithë sipërfaqen.
në mënyrë që të përthithet nga lëkura. Si edhe, pasi ta keni aplikuar këtë pomadë, mos e shpëlani zonën me ujë të ngrohtë, pasi nxehtësia do të shkaktojë djegje në kontakt me vendin e lyer. Janë shumë faktorë të cilët shkaktojnë dhimbjen e gjunjëve të ndikuara kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe septik, cistet e gjurit apo frakturat. Është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që sigurisht i prek pothuajse të gjithë. Dhimbjet e gjunjëve gjithashtu janë të padurueshme dhe therse dhe ato frenojnë tërësisht aktivitetin normal fizik. Sipas ekspertëve, zakonisht dhimbja e gjunjëve shoqërohet edhe me ëndjen e tyre, kufizimin e lëvizjeve normale, probleme me ngjitjen dhe zbritjen e shkallëve, qëndrimi në këmbë apo ulur, mbledhje e ujit tek gjunjë duke shkaktuar dhimbje të forta. Gjithashtu, dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje ndikon në ëndjen e gjunjëve, skuqjen e tyre dhe madje edhe në rritjen e temperaturës së trupit, vështirësi në ecje si edhe në përkulje gjithashtu. Ne këtu do t'ju sugjerojmë disa metoda tërësisht natyrale të cilat mund të përdoren në kushte shtëpie, si edhe janë një përzgjedhje e dur për ta trajtuar këtë problem në mënyrë natyrale. Vendosni kompresa me akull tek pjesa e gjurit që ju dhëmb, mbajeni atë për 20 minuta dhe bëjeni këtë ritual gjatë gjithë ditës. Shtrëngojeni pjesën e gjurit që ju dhëmb përmes një fashe elastike. Mundohuni që të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plot fizik. Vendosni poshtë gjunjëve jastëk të mëdhenj teksa pushoni dhe gjithashtu hidhni një lugë gjelle me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Kështu përziheni bashkë derisa të krijohet një masë homogjene dhe masazhoni pjesën e gjurit që ju dhëmb. Këtë ritual ju mund ta bëni të paktën 2 herë në ditë për një javë. Kura natyrale përmes ushqimit. Ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjëve përmes një diete shumë të mirë ushqimore, me produkte të cilat janë të pasura me vitamina dhe antioksidant. Peshku përmban vitaminën B, si për shembull vitaminën B6 e cila e lufton anemin, si edhe vitaminën D e cila është shumë e rëndësishme për asimilimin e kalciumit, element jetik ky për forcimin e kockave. Portokallet, duke përmbajtur kështu një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, forcojnë kockat dhe imunitetin. Perimet me gjethe si për shembull spinaçi, lëpjeta e të tjerë janë një burim i shkëlqyer i vitaminave antioksidative A dhe C, luteinës dhe beta-karotenit. Ndërkohë, kur këto kompozime bashkohen, krijojnë një mbrojtje të shkëlqyer nga krijimi i shumë sëmundjeve. Bajamet janë burime të pasura me vitamina dhe minerale. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë për energji, si edhe vlera ushqyese. Xhinxheri po ashtu njihet si një nga produktet më të çmuara me përdorimin e gjerë të tij në lehtësimin e dhimbjeve nga komplikacionet të ndryshme shëndetësore. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!